Një autokolon e madhe e përbërë nga qindra automjete të protestuesve të diasporës shqiptare kanë hyrë në orët e para të ditës së sotme në kryeqytetin Tiranë. Në pikën kufitare të Muriqanit ka pasur fluks të madh gjatë paradites së kësaj të shtune. Dhjetra emigrantë nga Anglia, Gjermania dhe vende të tjera europiane kanë mbritur me makinat e tyre. Makinat të mbushura me flamuj kombëtar kanë përshkruar rrugët kryesore të qytetit duke tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe udhëtarëve që ndodheshin në transport publik. Shumë prej tyre kanë filmuar momentin ndërsa pamjet janë shpërndarë gjërësisht. Autokolona e cila ka udhëtuar për disa ditë nga qytete të ndryshme të Europës ka mbritur në Shqipëri në shenjë pjesëmarrje në protestën e paralajmëruar si dhe një nga më të mëdhat ndërkombëtare. Sipas organizatorëve, protesta e sotme pritet të ketë një pjesëmarrje të konsiderueshme me qytetarë nga diaspora dhe brenda vendit që i bashkohen tubimit në kryeqytet. Autoritetet nuk kanë raportuar probleme gjatë hyrjes së autokolonës, ndërsa në Tiranë janë marrë masa për menaxhimin e qarkullimit rrugor për shkak të fluksit të shtuar të automjeteve.